Sot na do të me këtu lujnë. Jam fizullohe dhe sot ku marrë me lujtë futbol me shokët e klasës. Aktivitetit që kena organizu sot nga pëlqishëm. Sot jena bë këtë për se është java e botërore e futbollit. Përshëndetje, unë jam Adi Alonaj, unë sot jam ardhur me shoqet e mia të klasës në garën botërore të futbollit. Mu këtu aktivitete më kanë pëlqyer shumë, edhe trajnerat janë qenë mrekullueshëm, po ashtu edhe kena fitu. Edhe u kanë shumë kohë e mirë për me luna edhe mu trajnu me juve. Edhe faleminderit që ju kom njoftë. Këtë tamë të preferuar është futbolli, edhe më ka pëlqyer, edhe shumë më pëlqen si sport, edhe mendoj që ka më ndihmu shumë të ardhmen për senet e mia. Organizu këtu për qysh tha ti më herët për javën e futbollit botëror që organizohet. Kena pas me këtë me nevoja të veçanta, kena pas edhe të shkollave të ndryshme. Aktiviteti u kanë shumë i mirë. Edhe besoj që edhe në të ardhmen të organizojnë kësi aktivitete nga federata dhe grassroots. Ka po ma shumë loja të vogla zbavice, ka pas edhe gjinia femërore që me thonë dikon 70% kanë qenë femna, se meshkuj, edhe besoj që edhe do të mjë dha përparësi edhe gjinisë femërore në këtë aktivitet sportiv që jena do i kemë bërë.